Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk fus njëri në shtëpi, e kam të shenjtë, Egli habit me deklaratën. Moderatorja Egli Tako ka folur sot për traditën e pritjes së mysafirëve në shtëpi në kohën e gjeneratës Z, duke treguar se të paktën në familjen e saj festat me shumë njerëz të ftuar janë reduktuar. Në një lidhje telefonike, Egli tregoi se e kishte marrë malli të mblidhej si dikur, edhe pse ajo vet nuk organizon festa në shtëpi, do donte t'i bashkojë miqve të saj në këto organizime. Nuk është se nuk e kam përjetuar këtë fazën e pritjes së mysafirëve. Në familjen tonë e kemi shijuar mbledhjet familjare për festa. Festat janë edhe për pak zhurmë, por tani janë reduktuar shumë dhe këto pritjet nuk i kemi më prezente. Njerëzit janë bërë më të tërhequr. Na ka marrë malli të mblidhemi si dikur. Mendoj më mirë të mblidhesh në shtëpi se sa të dalësh jashtë. Nëse organizon dikush një festë, do doja t'i bashkohesha, shpreh moderatorja Egli Tako.